Në 2006, unë isha 18 vjeç. Dhe baba im luftonte që të mos më fejonte, se ishte arsimi më i rëndësishëm, dhe as puna, apo domethënë ideja është vetëm edukimi. Ai do të të shpëtoj ty. Unë 16 vite më vonë, shoh student të cilët ndoshta nuk janë fejuar, po janë gjithkohës në punë. Dhe nuk e shohin që ajo ndalesa 3 vjeçare të paktën e bachelorit është vendimtare për suksesin e jetës tyre. Dhe gjithkohën e kanë, unë do punoj, jam në punë zysha, do m'jap për justifikimin, pra çdo gjë është kthyer në ciklin mbijetese. Nuk mund ta merrja djalin tim dhe ta merrja këtu në krah dhe të vazhdoja të jepja leksion. Megjithatë, për të qëndruar mënyrës se si komunikon në Rama, unë mendoj që thellë brenda nesh, se përmendet Arendit në shumë e vërtet, ne jemi ata që jemi kur jemi fëmijë. Po ti shikosh djemt siç lozin me lodrat e tyre, ata bëhen më vonë, ose dhe vajzat. Nëse ne mbase kemi luajtur shtëpiash, po themi, me ato kanaçet e vogla që i bënim si pjata, ashtu fillojmë dhe rritemi, krijojmë personalitetin ton. Mendoj që Rama, duke qenë artist, gjithë jetën do jetë në kërkim të duar trokitjeve. Rama arriti që 2 mandatet e para, duke rrekur gjërat e vërteta, njerëzit asociojnë që ky bën punëtor, por nuk i bëri ky, nuk kush do t'i bëj tjetër, kupton? Dhe në të njëjtën kohë Rama në nivelin politik çfarë bëri? Gjatë kohës që bënte këtë lidhjen, atashimin konkret, për shembull protesta që ndodhi për armët kimike në fillim të mandatit të tij ishte një spin i jashtëzakonshëm. Dhe ai bëri një connection me audiencë, shikoj, e mori një vendim bravo. Po ne si specialistë të komunikimit e kuptojmë shumë mirë se si veproi Rama aty. Bashkëshortit e kthen si batut shpeshherë dhe thotë, shikoj, po të trajtoj këtë problemi, po mos filloj leksionin.